Mbledhja e Këshillit të Nxënësve u mbajt me qëllim të njohjes nga afër me arritjet dhe me problemet e nxënësve në shkollat e mesme. Nënkryetari i Këshillit tha se po mundohen që në të gjitha shkollat ta zbatojnë statutin e hartuar. Na dosh më njoftu me kandidatë të rinj të gjimnazit edhe më njoftu me procesin që shkon në për shkollat e mesme të tjera, procesin e zgjedhjeve në për shkollat e mesme të tjera. Domethënë për gjimnazin gjithçka ka përfunduar. Na kena një statuti është miratu vjet, atë statut na si vjet do më shkuhet të përpik në atë statut, mas e kena edhe mbështetjen e drejtorisë arsimit, drejtorisë komunale të arsimit, dhe Kuvendit komunal, në bazë të tyre edhe kena miratu këtë statut. Pasi jemi shpallur si shkolla më aktive dhe më e suksesshme edhe në të ardhmen, do të punojmë për ta ngritur edhe më tepër. Këtë sukses pohoi kryetari i shkollës Gjon Nikol Kazazi. Sa i përket Këshillit, ne kemi pas aktivitete dhe kemi qenë shkolla më aktive në Gjakov. Kemi pas aktivitete të fillu prej atyre kulturore, sportive, po edhe edukative. Kemi pas trajnime për leadership, kemi pas një projekt për ambientin që o financuar nga GEZ dhe o zgjedh projektin më i mirë në Kosovë për ambientin. Shkolla e muzikës është vendi i kulturës dhe artit, andaj edhe po punojmë që të sjellim sa më shumë aktivitete kulturore në qytet, tha përfaqësuesja e kësaj shkolle. Këtë kohë jemi të fokusuar më shumë për aktivitetin që kemi me majtë në Zvicër, që kemi me shku me datën 17 tetor. Atje na pret një punë shumë e madhe për mjuziklin Arjeta dhe Gëzimi. Por para kësaj na vi edhe kori i Zvicrës i djemve me 3 tetor ku mbahet koncertin e Gjakovë dhe në Prishtinë. Edhe përfaqësuesi i gjimnazit tha se ka qenë një vit i suksesshëm dhe me shumë aktivitete. Përveç aktivitetet që do të mbahet nesër me zgjedhjen e kryesisë së re të Këshillit të Nxënësve në gjimnaz, aktivitetet më hershme që mbajnë në muajin prill, maj, përkatësisht në fund vitit shkollor të kaluar, kanë qenë debati i formatit Karl Popper, ku nxënësit kanë treguar një interesim të jashtëzakonshëm për me marrë pjesë, si dhe turniri i madh i futbollit në gjimnaz. Ndërkohë që për kontributin e dhënë si kryetari i Këshillit të Nxënësve Agon Batushët ju dha mirënjohje dhe një herë u shpall kryetari nderi i përjetshëm i këtij këshilli.